miq, ju përshëndes nga studio emisionit Fusion ku televizioni Blu TV në këtë transmetim të drejt për drejt. Si çdo emision, pra në fund të javës bëhet një bilanc i asaj që ka ndodhur në argun kohor të 7 ditëve. Dhe kjo javë ka qenë tepër intensive për të përcënuar një kulm të enjten kur u njoftuan pra ato ndryshime të theksuar në qeveri. Bëhet fjalë për 7 lëvizje të cilat në fakt nuk priteshin, sepse në mbledhjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë kohësisht që u zhvillua para ditëve të mjediset e pallatit të brigadave, u duk se gjithçka do të shkonte drejt asaj që parashikohej, pra që nuk bëj fjalë për ndryshime sikundër ato që ndodhen, sepse përveç të tjerash, pra ministrat e kabinetit aktual ose të ish kabinetit më saktë u lejuan ose u caktuan për të folur, për të bërë një bilanc të punës në arkun kohor të asaj që u përcaktua pra në mbledhjen e dieshme, ndërkohë që papritmas në mbasdite u njoftuan edhe ndryshime të cilat unë i përmenda pak më sipër, bëhet fjalë për 7 lëvizje të theksuara në qeveri, të cilat secila ka secila për këtyre ndryshimeve ka ngarkesën e vet respektive. Pikërisht për të folur për këto ndryshime në këto momente unë kam analistin Frok Çupi në këtë lidhje të drejt për drejt pra nga Tirana. Zoti Çupi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Fusion këtu në televizion Blu TV sot në këtë transmetim të drejt për drejt. Mirëmbrëma Rilla dhe faleminderit. Ndryshimet e dieshme në qeveri, të cilat u konsoliduan sot në farë mënyrë u formalizuan, ishin të pritshme për ju? Nocioni ndryshimi ishte i pritshëm. Tërësisht se çfarë ndryshime do kishte nuk mund ta thonja. Megjithatë, ishin disa ndryshime që tregojnë për, si më thënë, për kërkesat, çfarë kërkesash ka kryeministri ndaj ekipit të tij tani e më vonë. Një gjë më bën përshtypje, domethënë çfarë duhet vënë re nga ne vëzhguesit e politikës është se ndryshuar në të njëjtën ditë ndryshoi ministri i jashtëm dhe ministri i mbrojtjes. Kjo do të thënë shumë. Do të thënë se do ju bëj një ndryrje këtu. Do ju bëj një ndryrje për të qenë më konkret. Ju jeni ndoshta i vetmi ndër analistët që javë më parë kritikuat punën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe konkretisht të ish ministres, tashmë ish zonjës Spiropali. Ishte një kritik që u artikulua dhe u përcov nga mjaft hapësira mediatike opinionistësh në Shqipëri, pra atë që në fakt u duk pak paradoksale. Pse? Sepse kam parasysh atë që ju përmendët në 3 javë më parë, mos gaboj, gjatë kohës që kryeministri Rama ishte i ftuar në një vizitë shumë të spikatur në Izrael, ndërkohë që ministrja e jashtme zonja Spiropali ishte në Turqi, ku zhvilloi takime pra të niveleve të larta deri dhe me presidentin Erdogan. Ndërkohë që ju vlerësuat politikën e jashtme të Shqipërisë, më ndërkohë kritikuat ose lart të nënkuptoi pra që puna e Ministrisë së Jashtme dhe kreu të saj ishte e pamjaftueshme. Duket si një paradoks, ndërkohë që vim në këtë moment. Kishit informacion apo që thjesht një vlerësim i një rrjedhoj e një analize që i bët asaj çka paraqiste pra prezanton Ministria e Jashtme? Diplomacia, politika jashtme i shteti, sidomos e shtetit tonë, i cili është Rilla është një shtet në lulëzim, për sa i përket diplomacisë. Diplomacia është ajo që vjen në mënyrën më të këndshme tek qytetarët. Edhe kur diplomacia nuk arrin maja të larta, edhe gjithashtu kur diplomacia është në stade që jemi ne sot. Sepse diplomacia është, me thënë vërtet, është pjesë organike e individit, e personit, e njeriut. Njeriu është diplomat në vetvete. Dhe diplomacinë e shtetit të vet e ndjek me një vëmendje shumë të madhe për të kuptuar se
sa të mençur, sa surprizues, sa rezultativ jemi ne si kom. Çdo kom, jo vetëm ne. Dhe është dritarja ku qytetari del në mëngjes dhe ngopet me ajër, thotë çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur rreth meje. Gjëra të tilla, domethënë shenja të tilla nuk i ka dhënë Ministria e Jashtme, nuk i ka dhënë diplomacia jonë. Shenja të tilla, sinjale të tilla jep vetëm kryeministri. Gjë që është një gjë thuajse e tepërt, e papranueshme. Kryeministri ka nivelin e tij, mbreti ka nivelin e tij. Po në rastin ton kryeministri i cili po e udhëheq këtë diplomaci. Dhe vjen momenti kur Ministria e Jashtme, si thua, Ministria e Diplomacisë, ajo dritarja e diplomacisë që është qytetari, është mbyllur, është në heshtje, duke i kanë mbi bari. I kanë ardhur nga dritare, kanë ardhur gjethet e pishave dhe është mbytur. Në fakt, një pamje të tillë të zymt ka vetë Ministria e Jashtme, paktën deri më dje. Kjo është një anë. Ana tjetër është se në të gjitha këto zhvillime diplomatike, në gjitha këto zhvillime botërore që ka Shqipëria, ne nuk kishim marrë, nuk marrim dot një informacion, nuk marrim dot një mesazh, nuk marrim dot një ide tonë, nuk marrim dot një zgjidhje diplomatike që ka propozuar ose ka arritur Ministria e Jashtme. Nuk shikojmë djemë dhe vajza diplomat të shkafët siç ka bota. Nuk shikojmë ministrin e jashtëm në performancën e ministrit. E shikojmë ministrin e jashtëm, e kam parë vërtet nga ardhur keq. E kam pasur respektuar dikur për misionin e saj të shkafës dhe tjerë një lloj. Po më ka ardhur gjithmonë keq kur e shikoj ministrin e jashtëm që kujdeset më shumë për kostumet se sa për performancën e ideve. Që kujdeset më shumë për si thua, për pamjen e saj të sajuar, jo të krijuar, jo të vërtet. Që kujdeset më shumë për mënyrën se si udhëton me avion, se si takon njerin, se sa çfarë idesh ishin. Mbaj mend takimin e saj me presidentin e Turqisë, për cilin kisha informacion se çfarë po ndodh atje. Dhe pastaj mora informacion se në takimin me presidentin e Turqisë ishte jashtë çdo lloj ideje, çdo lloj si thon outside, si thon anglezët. Që do thotë? Që do thotë se një vajzë pa talentuar, një vajzë pa gatshme, një vajzë pa aftë, që do thotë se realisht nuk i përshtatet europianizimit të diplomacisë. Shikoja një diplomaci më shumë fals, një diplomaci të një periudhe që nuk ka jetë, një diplomaci që ta shtuqutur diplomaci që le të bëj ç'të doj kryeministri, në fundit do i shkoj pas, do ta lavdroj, do t'i them Skënderbej etj. Ishin në gjëra të pa pranueshme. Ndërkohë që ministritë e tjera normal shikohen me aq kapacitet sa kanë, shikohen në krijimtari, shikohen në vrull, shikohen në rrugë, shikohen që punojnë. Ministria e Jashtme është një ministri e cila hesht që nga mëngjesi deri në mbrëmje, heshtje, është një lloj, është një ndërtesë që po shkërmoqet për shkak se nuk ka frym, nuk ka asgjë. Si pak nisur nga analiza që ju i bët performancës së këtij institucioni, rezulton që shkarkimi erdhi në mënyrë të natyrshme, pra proces i një vlerësimi të natyrshëm asaj që duhet bënte Ministria e Jashtme apo jo. Nuk ka motive të tjera, shkaqe të tjera që quan në këtë shkarkim në kuadrin e riformatimit të qeverisë në këtë moment shumë të rëndësishëm dhe shumë delikat. Shiko, kam dëgjuar brenda Partisë Socialiste, një nga motivet, një nga arsyet. Shikoj, kam dëgjuar dhe këto arsyetime. Një gjë që vere tek kryeministri Rama, gjë që në misin para se të ishte në politikën e lartë, nuk dalloheshin as qartë.
është një gjë që funksionon si burr shteti dhe nuk ka të bëjë me misi as me armiqësi me ministre. Nuk i përfill të gjëra. E para, dyta, mirë se pas ka ndodhur si thonë këta, pas ka ndodhur një lloj pakënaqësie brenda grupimit. Po unë nga ta dija këtë gjë, unë nga si do mbaj anën si thuash, jo dakordsinë me atë çfarë ndodhte në Ministrinë e Jashtme. Nuk kisha asnjë indicie për këtë gjë. Fare. Dhe pastaj edhe po të kisha indicion, nuk e shërbej këtë gjë, për të thënë vërtetën. Dhe jam mirënjohës vetvetes se aq sa kuptoj, aq sa e njoh në sens parimor. Nëse e lëm me një anë këtë gjë, por kryeministri kishte konstatuar dhe fakti që kryeministri vendosi në atë vend një diplomat të vërtet, një nga diplomatët më të mirë që kemi. Ne na mungojnë diplomatë tani. Ministri i Jashtëm, po. Po, është një diplomat i cili vërtet ka pasur një performancë të mrekullueshme, sidomos në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në të gjitha ambasadat ku ka funksionuar, si duket ka një talent dhe ka një dashuri për diplomacinë. Por çfarë ndodh? Unë në këtë rast shikoj edhe vëmendjen e kryeministrit ose si thuash kthimin në një pikë. Kryeministri Rama ditëve të korrigjohet. Dhe vërtet ishte një defekt i tij. Nuk është vetëm defekti i Spiropalit që ishte në atë situatë. Më qoh mua tani të bëj punën e agronomit. E pamundur, nuk e bëj dot. Dhe padyshim që ishte edhe defekti i vetë kryeministrit, i cili nuk mund të caktonte si ministër të jashtëm Spiropali. Mund të caktonte në çdo lloj, në gjitha llojet, por në lloje ku ka nevojë për llafe kot, ku ka nevojë për shurma, ku ka nevojë për bërtitje. Po, diplomacia nuk është kjo. As më shumë me një arsimim të saj që s'kishte lidhje me diplomacinë. Gjithashtu me një pajisje të saj kulturore, e cila nuk ka asnjë lidhje me historinë, nuk ka asnjë lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk ka asnjë lidhje me të drejtën ndërkombëtare, nuk ka asnjë lidhje me ligjin, me ligjet që rregullojnë marrëdhëniet tona me miq dhe me armiq. Nuk ka asnjë lidhje me historinë tonë armiqësore dhe miqësore me fqinjët dhe për te fqinjëve. Kjo ishte një gjë që nuk shkonte. Thjesht kishte caktuar një njerëz e cila do bënte zhurmë. Ku do bësh zhurmë? Diplomacia nuk bëhet me zhurmë. Kjo ishte e tëra. Dhe besoj se ju e përjashtoni tërësisht faktorin tjetër, atë që unë përmenda dhe atë që është thënë. Absolutisht. Ose po absolutisht. Rezultat i përplasjeve të linjave të ndryshme të sensibiliteteve absolutisht. Partisë Socialiste? Absolutisht e përjashtoj. Zakonisht nuk jam absolutist, ju e dini, i marr gjërat për t'i parë, po kjo është absolute se s'mund të ndodhë, s'ka ndodhur dhe s'ka asnjë arsye për të ndodhur. Arsyet, gridjet brenda një ekipi, edhe Edi Rama ka 20 vjet, ka 25 vjet që i ndjek, po kur nuk i ka konsideruar për të përcaktuar përmbajtjen ose nivelin e misionit, të aktivitetit. Atëherë përqen në koherencë pra me atë që ju nisët në fillim pra veçuat ndër ndryshimet në qeveri, atë të ministrit të mbrojtjes, pra zotit Piro Vëngur, si lajmi dytë ta quajmë ose ta vlerësojmë në kontekstin e asaj që jemi duke diskutuar. Pse e veçuat dhe zotin Piro Vëngur? Për shkak të peshës që ka Ministria e Mbrojtjes në përbërjen e qeverisë apo për motive të tjera? Të falenderoj për këtë pyetje, Arilla. Problemi ynë është ky. Ne në këtë rast, në këtë moment, nuk prodhojmë grur, aq shumë sa themi se prodhojmë grur, nuk prodhojmë qumësh sa që prodhojnë fqinjët, nuk prodhojmë minerale. Dy gjëra prodhojmë në Shqipëri. Ndërkohë që edhe për cilën mjaftueshëm, edhe me teprizmë. Më fal? Ndërkohë që minerale kemi mjaftueshëm dhe madje edhe me teprizë.
Kemi, nuk po hyjmë në këtë gjë, po nuk jemi prodhues të mëdhenj. Ne jemi prodhues të mëdhenj të diplomacisë dhe të mbrojtjes. 2 prodhime kemi shumë të mëdha për cilat aleatët ne na çmojnë dhe vërtet ne kemi këtë nivel ndërkombëtar të njohjes, të admirimit, të zërit tonë, domethënë kjo është rritur me maggiorancën aktuale, ne nuk jemi ndjerë, la bashkë i njohim këto histori, nuk është ndjerë. Thuaj se si që ishte Shqipëria në vitet 20, ashtu ishte nga vitit 1991-92 deri në 2015-20, Shqipëria ishte një black hole, nuk ishte një shtet që kishte vëmendje. Ne duhet të dim një gjë, dhe nuk është pak, që qeveria Rama ka prodhuar diplomaci. Jo vetëm e ka prodhuar, e ka përdorur. Jo vetëm e ka përdorur, e ka imponuar. Dhe jo vetëm e ka imponuar, ja ka korrur sukses. Edi Rama është sot në bordin e paqes. Kemi një problem me transmetimin, po? Më falni, Edi Rama është sot në bordin e paqes, pjesë dhe themeluese të bordit. Më dëgjoni? Po, jemi sërish në transmetim normal. Për arsyes jo të parave, sepse ne nuk japim para atje, po për arsye të rolit të tij të negociator midis 2 kontinenteve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kjo është shumë. Kjo është për të çmuar shumë. Kjo është diplomaci. Pjesa tjetër, pastaj, mbrojtja, padyshim jemi antar të NATO-s dhe jo vetëm antar të NATO-s. Jemi antar të NATO-s në një peshë shumë të madhe, jemi garant për stabilitetin në rajon, të paktën ky është roli ynë dhe për këtë gjë na kanë vlerësuar. Jemi një vend ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërkohë NATO kanë si thua piketat e tyre këtu për çdo moment. Jemi një vend që mbështesim perëndimin dhe perëndimi është i sigurt se Shqipëria nuk ja kthen shpinën. Do thotë që mbrojtja dhe ministri i mbrojtjes ka një peshë shumë të madhe dhe për këtë desha do them. Kthehemi prapë tek ajo që po bisedonim çfarë, që diçka do ketë ndodhur me grupimet në Partinë Socialiste. Nuk mundet, nuk do t'ja lejonte vetes Edi Rama që për këto arsye të zëvendësonte ministrin e mbrojtjes, ministrin e jashtëm, sepse si ministri i brendshëm, si ministri i mbrojtjes, ministri i jashtëm, janë ministra për cilët bie një telefon nga Europa, bie një telefon nga Amerika, nga Washingtoni, ka një bashkëbisedim me të dyja këto fuqi. Në fakt është folur për një telefon nga Gjermania, telefonat nga Gjermania. Në të ditë. Unë e di, e kam dëgjuar këtë gjë, por nuk e kam lexuar, nuk e kam parë, nuk e kam as pak të prezente. Gjermania sigurisht është në hapat e saj që po tenton të bëhet një fuqi ushtarake këtu më madhe në Europë, por që nuk mund të themi se janë prekur interesat ose si janë prekur interesat me largimin e ministrit të mbrojtjes. Nuk besoj të ketë interesat të tilla dhe nuk kam asnjë informacion se Zoti Vengu ishte një ministër i cili po bënte një punë ndryshe nga kryeministri ose ndryshe nga qeveria, në kuptimin që po shfaqej pak më ndryshe, më kundër tyre. Nuk është ashtu, arsyet me siguri Rama i ka parë, i ka studiuar, këto janë arsye. Këto janë trazira që ndodhin thellë në oqean, për të thënë vërtetën, dhe ne nuk as i dim, dhe as nuk është në interesin e publikut t'i dim ndonjëherë se çfarë ndodh. Zoti Vengu, një djalëri i cili ishte dinamik, i cili ushqua sidomos në periudhën e përmbytjeve, mund të jetë nesër përsëri një njeri po aq i vlerësuar, një ministër po aq i vlerësuar në një gjë tjetër. Dhe duhet mësojmë edhe me këtë gjë, që dikush largohet sot nga qeveria, por vjen më fuqishëm nesër, sepse është koha që kërkon disa kualitete në një moment saktuar. Ky është problemi për mendimin tim.
Këtë latër nuk kuptonte dhe zonja Skëropati në reagimin e saj që pati sot në mëngjes, fakt ishin dy reagime nga dy ish ministra tashmë, zonja Skëropati dhe zoti Vëngu, të cilët në thelb pra shprehen mirënjohjen për kontributin respektiv në qeverinë e drejtanishme, por pati një lloj ndryshimi pak në formulim, ndërkohë që zonja Skëropati u shpreh pasi vlerësoi pra mirënjohjen ndaj kryeministit, u shpreh se mirënjohja është kulturë politike, por jo në nënshtim personal. Domethënë se si pjesë e deklaratës së saj, ndërkohë që zoti Vëngu në një takim shumë të rëndësishëm, në një aktivitet shumë të rëndësishëm, ku bëi fjalë pra për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane me dorëzimin e një numri raketash të teknologjisë së fundit, pra u shpreh mes tjerash në reagimin e vet publik, pra si ishte privilegj angazhimi i tij në qeverinë Rama. Janë dy vlerësime që në thelb kanë të njëjtin gjë, pra mirënjohjen, por formulimin dhe në tekstin duket se kanë paksa të ndryshëm. Kishin ndryshime, i pashë të dyja, madje me interes. Ministri i Mbrojtjes më duk shumë racional për të thënë vërtetën dhe më krijoi simpati. Mund të mos kishte, Ministri i Mbrojtjes kishte gjetur një shkak për të reaguar, për të thënë vërtetën, dhe nuk ishte përqendruar thjesht tek largimi. Ishte marrë me rakete Javelin që janë shumë të rëndësishme për vendin tonë dhe për mbrojtjen. Dhe po reagimi i Skëropalit nuk kishte racionalizëm, kishte shumë eufori, kishte shumë romantizëm, ajo çfarë më bëri përshtypje për të thënë vërtetën ishte se po e lexoja dhe po mendoja me vete, ore kjo pas ka pas marrë seriozisht, sikur u bë vërtet ministri, sikur u bë kryediplomate. Edhe të më thënë qarje të tilla në momentin kur lë një punë, lë një ministri, nuk më krijojnë shijen e një politikani dhe të një as më pak ministër. Do me thënë, edhe një gjë tjetër që më bëri përshtypje në atë shkrimin e gjatë, ishte një shkrim shumë i gjatë i saj, duke që e kishte shkruar në një nga këta analistët që ajo e mban afër. Dhe në reagimin e saj që një çudi që edhe e përmendte kryeministrin, por edhe nuk i thoshte emrin. As më pak nuk i thoshte më Skënderbej. Që në gjitha reagimet e saj i thoshte ose Skënderbej, ose Qershim mbi tort, ose emrin 100 herë. Dhe duke që vetje e nënkuptuar, apo jo në gjithë atë konceptim, në atë mënyrë formulimi të reagimit vet? Shiko, ajo duke që kishte një qefmbetje, duke që kishte një vlerësim shumë të madh për vete, duke që mendonte se do të ndryshojnë epokat, por ajo do qëndrojë edhe do bëhet më e mirë në epokat që vijnë. Linte për të nënkuptuar që morali i saj është shumë i lartë, por dikush ja ndërpreu rrugën. Linte për të nënkuptuar që nuk është në një gjë e madhe të ndërpresish aktin administrativ, por është e rëndësishme shumë që të shikosh larg. Dhe ajo çfarë ishte më interesante ishte se duket sikur po e garkoj shumë atë vajzë, sinqerisht po. Më duket si hartimet e këtyre kuadrove në kohën e socializmit, kur largoheshin nga një detyrë dhe i faleshin partisë që unë kam këto vlera, kam këto vlera. Do me thënë, është jashtë kohës, jemi në kohën e teknologjive të larta, jemi në kohën e punëve të shkurtra, jemi në kohën e racionalizmit, nuk jemi në kohën e si thuash të thurjes së vargjeve, të vjershave, të pa fond për aktet saktuara. Më tregoj edhe njëherë se vërtet kisha të drejtë kur i kisha thënë që s'ka pikën e lidhjes me diplomaci. Ajo nuk ishte diplomaci.
Zoti Zyku, ju falenderoj që ishit sot me ne këtu në Fusion, duke respektuar nga atë marrëveshje paraprake, për që në një hapësirë të limituar plus minus 30 minuta, pra në momenti për të falenderuar jo vetëm unë, por edhe televizionit për prezencën tuaj, për kohën që i kushtuat lidhjes për të dhënë opinionin tuaj për ndryshimet në qeveri. Ndërkohë që kujtoj pra se mes 7 lëvizjeve në qeverinë Rama, 4 janë emra të rinj. Bëhet fjalë pra për ministrin e jashtëm, zotin Ferit Hoxha, që e përmendëm pak më sipër, ministrin e energjetikës, pra zotin Karakaci, ministrin e mbrojtjes, zotin Nufi, dhe ministren e marrëdhënieve me parlamentin, Bronjatën, pra Eriona Ismaili. Dhe çupi edhe një herë ju falenderoj dhe shpresoj që të kem sërish pra në edicione të tjera të Fusionit këtu në televizionin Blu TV. Rilla, do unë ju falenderoj vërtet juve dhe ju falenderoj që më dëgjuat, juve dhe dëgjuesit. Më vjen keq se nuk jam në kushte që të jem në një performancë tjetër, se jam larg nga Tirana. Dhe faleminderit kaq. S'ka fërë të gjë më shumë. Natë më mirë. Natë mirë, atëherë nderuar miq, kthehemi në panelin e emisionit të sotëm të Fusionit pra. Ndërkohë që është njoftuar paraprakisht se në pjesën e parë ishte ajo që kishte të bënte me lëvizjet në qeveri, me ndryshimet në qeveri, dhe në pjesën e dytë do të kemi zhvillimet në nivelin lokal, kemi atë mbledhje të ngelur në tentativë sot të Këshillit Bashkiak të Vlorës, ku u prezantuan 22, ku do prezantoheshin 22 projekte vendime, të cilat sigurisht që kanë secila respektivisht rëndësinë e vet, për cilat ne do të diskutojmë pra me të ftuarit e mi që kam sot të panel, Gjergj Nika, Misere Gjergj, shqiptar i opozitës shqiptar në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Ilir Zoto, avokat, dhe Mongjin Skënderaj, avokat, opinionist, mik dhe bashkë udhëtar i këtij emisioni pra prej pothuajse një viti. Ndërkohë që për të vijuar pak me atmosferën e asaj që nisa me zotin Çupi, por shkurt sepse dua që në pjesën e dytë të emisionit të përqendrohemi tek ajo që lidhet posaçërisht me Vlorën, që unë e përmenda pra me mbledhjen dhe vendimet e prezantuara ose të pritshme në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të qytetit tonë. Atëherë, Gjergj, së pari një vlerësim yti për ta nisur kështu nga e majta në të djathtë, jo orientim politik, por gjeografik në thonjza. Edhe televizia sakreve hetorës. Edhe ajo, por për të bërë pak humor, për të shtensionuar ndoshta. Pra një vlerësim paksa i asaj që ka ndodhi mbrëm edhe sot. Dhe që sigurisht do të bazoj pasaj me dekretimin e emrave të ministrave sipas pozicioneve të reja nga presidenti i Republikës zoti Bekej. Unë jo më larg se dje kam marrë një status që e kam quajtur Balluku 2. Qeveria ka punë nga krimi. Në qoftë se ditën e djeshme kryeministri do jepte 7 emra ose do bënte lëvizjet në qeveri dhe do ishin 7 emra të tjerë jashtë çorbës së tyre politike, unë do të kuptoja që kryeministri do kishte, le të themi, diçka një farë gjatësie, drejtimi ose do ishte kryeministër, por me emrime që ka bërë dje, me vendosjen e këtyre ministrave, që po t'i marrin të gjithë ministrat tek e tek, duke filluar që nga zonja Koqiu që vajti zonës ministre, që nga Lamallari, që nga Nuhu, që nga tjetri që i ministrës e energjetikës dhe të tjerë. Karakaci, Nufi, respektivisht pra energjetika janë të gjithë ministrat të vendosur nga zonja Balluku. Do të thotë që Rama është i marrë peng nga zonja Balluku, nga gjithë pjesa që ajo menaxhon dhe nuk mund të lëvizi. Kjo është që ajo unë kuptova ditën e djeshme me këtë gjë, pasi unë shikoj që atëherë ministra pa eksperiencë, e para njëra i Karakaci me sa di unë është dhe në spa, i ka marrë dhe telefonin, edhe pjesa tjetër janë të gjithë pothuajse ministra që janë të kapur ose janë me problematika të ndryshme. Se sa do zgjasë kjo qeveri, unë nuk besoj që kjo qeveri që është bërë ose kjo rifreskim ta kapi shtatorin. Pra do të thotë
në këndvështrimin tënd që do të kemi sërish lëvizjet të imponuara nga lëvizjet që mund të bëj drejtësia në të rast struktura e posaçme antikorrupsioni. Në qoftë se Rama do mundet të shpëtojë nga balluku, që unë e shikoj shumë të vështirë, Rama mund ta shtyjë mandatin edhe pak më shumë, por në mënyrën që është e kapur nga balluku, në mënyrën se si ajo e ka mbrojtur. Pse është i kapur nga balluku? Po thonë për Tiranë thonë që ka afera dhe ka kërcënuar me afera të ndryshme. Siç ne i lexojmë edhe në portale, ka qenë ajo që e ka shkarkuar dhe ministrin e jashtme zonjën Spiropali. Zoti Çopi nuk e pranoi këtë. Në fakt, pavarësisht se dua ta bëj objekt të këtij debati sepse nuk e kam më në hyrje, por gjithsesi e përmend thjesht si argument. Atëherë unë përveç se flas nga ana politike, nuk po flas nga ana politikës djathtë, por flas edhe një koncept politik duke u bazuar edhe në fakte. Kështu që zonja Spiropali përpara një muaji, 2 muaj bëri një status, të cilën ajo me atë status e goditi indirekt ballukun. Ajo ja ktheu përgjigje dhe nga dhëna thonë që ka larguar. Megjithatë mos të pra bëhet një vlerësim, një lloj deduksioni nga elementet që ti sheh dhe bën lidhjen mos të bazohemi te kjo pjesë, por ne po shikojmë që edhe presioni ndërkombëtar është rritur. Mos të harrojmë se përpara 1 javë, 2 javësh ishin 8-9 europarlamentarë duke u kryesuar. Ishte kryetari i funksionit të jashtëm i minister në parlamentin. Presioni ka ardhur duke u rritur dhe unë po ju them që presioni gjerman ka ardhur duke u rritur më shumë se sa presioni tjetër. Ja për të pyetje dhe zoti Çopi, pse Gjermania në këtë rast, sepse është përfolur edhe për një deklaratë zoti Rama në mbledhjen e grupit parlamentar dhe të qeverisë, pra dihen pa dhe brigadave. Pse Gjermania? Për shumë kënd pra është një lloj ne dim shumë mirë që pothuajse BE-n, ata që e drejtojnë pak a shumë janë gjithë gjermanë, ata që janë drejtuesit e mëdhenj BE-s dhe pse? Besoj që ata dinë gjëra më shumë se sa ne dim këtu. Unë besoj që çdo gjë që del këtu lokalisht ose çdo lloj gjëje që neve na servirin për të besuar, nuk është ajo që në vërtet realitetin ndodh. Do të ka të bëjë për ta ndihmuar, do të ka të bëjë me faktin që një nga ata që dëshmojnë se janë dëshmitarë e procesit që lidhet me Akshin, pra e bëri dëshminë e tij, e prezantoi dëshminë e tij në Gjermani, ku ai nuk duhet të nxjerrim gjëra, po unë po them që çështja më sensitive në 35 vitet e fundit në Shqipëri ka qenë Akshi, cënimi i sigurisë kombëtare. Dhe gjermanët janë shumë të, jo vetëm gjermanët, por kushdo të gjithë institucionet ndërkombëtare zbatuese janë shumë të acaruara me pjesën e Akshit, sepse mos e gabojmë, në këto 8-9 vitet e fundit, targat e makinës tuaj kanë dalë në treg, llogaria juaj bankare të gjithë ne ka dalë në treg, karta të gjitha të dhëna, numrat e telefonave. Unë mbaj mend kur ka marrë në Amerikë përpara 7-8 vitesh Social Insurance Number, që është numri i siguracionit që ta japin ata. Numri identifikim. Ata më kanë thënë që kur ma kanë dhënë në dorë, më kanë thënë as bashkëshortes mos ja tregon. Sepse atje të lidhin çdo gjë me numrin personal. Dhe mund shkoj dikush tjetër me numrin tënd personal, të lidh një kredi, të lidh një gjë tjetër, të lidh diçka mbi atë numër dhe ti rezulton ti që je debitor, sepse ai e jep dhe rezultohet. Kështu që të dhënat tona kanë dalë në treg. Kemi 2 raste, mos gaboj të tyre duke përfshirë edhe një rast që bëj fjalë për këtu është një, le të themi që në këto 10-12 vitet e fundit, këtu është një kazan i madh që vetëm nuk është drejtuar. Është menaxhuar, janë shpërndar lek, janë mbyllur gojëra njerëzish, nuk është drejtuar, sepse të themi Shqipëria në 12 vjet që ka pasur Partia Socialiste në pushtet që ka qenë, minimalisht buxheti këtyre 12 viteve ka qenë, le të themi, nga 70 deri në 90 miliardë euro, ose nga 60 në 80 miliardë euro. Fakt, buxheti i 2026 është buxheti më i lartë, pra diku te 8.2 miliardë euro. Unë mbaj mend në 2012 ecurin, pra tendencën e buxhetit vjetor. 2012 ka qenë diku te 3.1 miliardë. 2012. Buxheti dhe në një vend kaq i vogël ne me të ardhurat kaq të larta dhe të kemi problematika të tilla, ne po shikojmë tani që të gjitha tenderet e rrugët po bien. Mirë, po edhe kjo, dhe rritja e buxhetit, dhe është merit e qeverisë apo jo? Jo, pa parasysh edhe rënien e borxhit publik, pavarësisht faktorëve që kanë ndikuar në këtë gjë, pra tregues. Tjetër pasaj menaxhimi është një aspekt tjetër, por që janë 2 anë të njëjtës medalje, të cilat në një krah tregojnë
rritjen e performancës, krahun edhe pastaj tregojnë ato që Shiko, ka dhe një moment tjetër rritje buxhetit, sepse në ato vite ne themi që buxheti i qeverisë shqiptare në 2012 ka qenë 3.1 miliard euro. Por mos ta harrojmë që 3.1 miliard euro në ato vite kanë qenë 4 miliard lek. Sot 8.2 miliard euro janë 7.7 miliard lek. Kemi edhe diferencat e kurseve të këmbimit. Kjo është pikë e parë. Të ardhurat normale që janë shtuar, sepse paguhet TVSH, paguhen taksa, paguhen aksiza. E dini ju që taksat doganore në Shqipëri janë më të larta në rajon. Në qoftë se shporti e ushqimit në Itali ka taksën 4%, Shqipëria ka 20 plus 10, 15 dhe 40% produkteve ushqimore. Kështu që shumë të ardhur. Pastaj tjetra, qeveria hodhi tani hodhi idenë e pagës minimale 50.000 lekë të reja. Unë po ju them që një biznes me 6 veta që ka një bar të vogël nga 58.000 lekë të reja pagon 92.000 lekë të reja sot. Do të thotë që qeveria e kompon me të madhe që unë po rrik pagën e punonjësve, por në të vërtet atë barë fiskale ja u ka ngarkuar pronarëve që e pagojnë atë pagë. Do të mos janë edhe një detaj tjetër. Dije par dije kanë qenë në Sloveni, çmimi i karburantit ndikat me paketë se 1.43 euro, niveli pra cilësia më e mirë. Në të dy vendet janë qenë me oktanin më të lartë, gati 100 oktan, 100 sepse janë taksat e karburantit, pastaj ka dhe një element tjetër që ne kemi diskutuar këtu. Ne vjelim shumë taksa, po edhe abuzohet shumë në pjesën e karburantit dhe në pjesën e tjera. Megjithatë, fillim këtyre temave se janë tema të tjera. Cilëm hapësirë pra pjesës së dytë Ilir, në vlerësimin tënd pra ndryshimet e fundit në qeveri. Ndryshimet e fundit në qeveri i përcaktoi thjesht formale, sepse erdhën përbefta, nuk u bë një analizë dhe ku qëndronte ndryshimi i anëtarëve të qeverisë nga këta që ishin që presupozohet kishin një jetëgjatësi shumë të shkurtër, sepse në tetor u bë qeveria, në shkurt u ndryshuan gati gjysma e kabinetit, analizë nuk u krye, më lë hije dyshimi që gjithë këta që u ndëruan i bie që janë në ndonjë hetim të spakut ose me shkelje të rënda, sepse dhe nga vetë kryeministri u mbajt një fjalim domethënë në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s rreth një ore gjysmë, por asgjë nuk u tha. Dhe si përfundim në darkë erdhi ky vendim që shkarkohet zënës kryeministria, shkarkohen ca ministra, u vënë ca të tjerë që nuk është se ka ndonjë background të njohur shumë apo të jenë profesionistë të fushave përkatëse, përveç rastit të ministrit të jashtëm që ai po ka një eksperiencë të gjatë në diplomaci dhe ka dhënë prova. Gjithsesi dhe backgroundi i këtyre apo lidhjet familjare tregojnë nga informacionet që kemi domethënë që edhe vetë ta ministrat e rinj apo familjarë të këtyre ministrave të rinj janë në përjetime, sidomos në atë hetimin e famshëm të Akshit, domethënë që janë blerë sa miliona euro çokoladë, domethënë në vend të kompjuterave. Sofi, një vlerësim mbyty kuptohet në përmasa modeste kohore që t'i lëmë hapësirë pra pjesës së dytë të emisionit. Shikoj la, ndonjëherë të vinë për të qeshur se s'janë dot, me gjithë të problematikë që na sjell në këtë aspekt me fjalë qeverisja e vendit tonë. Për shkak se unë nuk shikoj në qeverisjen e vendit tonë në një farë politike. As farë, pra farë ambjellëse që temë. S'ka ndonjë politikë të përcaktuar me fjalë që ta mbjellësh ti si farë. Po ashtu as s'po mbjellë në një farë teknokrate, as profesionale, por vetëm po, ajo që është mbjellë dhe tashmë po korret vazhdimisht është vetëm fara e korrupsionit. Të gjitha këto ndryshime që pretendon kryeministri janë disa, si të mund të veprime të dështuara, si në kohë dhe në hapësirë. Për çfarë arsye? Se vetëm nga backgroundi që trajtuan dhe panelistët tregon qartë nga vijim dhe ku po shkojnë. Nuk ka mundësi që të ndërojnë me fjalë ministri i rendit, apo i punëve të brendshme, ministri i mbrojtjes, ministri i jashtëm, që po të vëshërë edhe në historinë e grushteve të shtetit, historikisht kanë qenë këta persona që kanë krijuar grusht shteti
në një, Pra, janë ministrit më të rëndësishme. më të rëndësishme, plus bashkë edhe me shërbimin sekret që bën edhe organizimin e funksionimin e këtyre grupeve shtetëror. Mirë, po për te kësaj unë e shikoj në një format tjetër kryeministrin, edhe si individ, edhe si hibrid fetar. Vetë nga mënyra se si me fjalë i ka origjinat e tij familjare, vinë me fjalë në aspektin, vërtet ne jemi me fjalë në atë aspektin paqësor, me fjalë të bashkëtesës fetare, por mënyra se si është ky amalgam dhe jo rastësisht ai ka bërë dhe kopshin e Edenit në kryeministri. Çfarë simbolike është këtë gjë? Ajo është pikërisht, është argument shumë i rëndësishëm dhe po ta shikosh në të gjitha fet i thon në kuptimin për është gjendje kalimtare për të vajtur në Parajs. Mirë, po ende asnjë njeri nuk e di se kush mund të shkojë në Parajs, kush është vendi i Parajsës apo qyteti i Parajsës. Pra, për një paqe sociale apo një formë të caktuar në gjitha drejtimet që njerëzit do shkojnë atje nuk do kenë konflikte. Mirë, po vetë ndërtimi në mënyrë pa leje nga organet kompetente për të marrë leje për të ndërtuar një kopsht të tillë dhe ai e quajnë kopshti i Edenit dhe ka disa katësh Domtar i rregullimit territorit, nëse ndroj këtij termi. Aty qëndron do të thoshte. Kryetar ka vetë kryeministri. Patjetër, po. Si rregull. Pikërisht pse në qoftë se ti do bësh me fjalë një ndërtim të tillë, do marrësh leje, do ikësh si kryeministër dhe do ta drejtoj qeverinë apo ato organ vendimars, zënës kryeministri dhe ministri tjetër me fjalë që përcaktohet për të dhënë me fjalë lejen e ndërtimit. Sa për kërkesën, është futur aplikimi, është në vijim, është në vijim. Atë kush është përgjigjja? Është ai e ka bërë 8 kat. Po ta shikosh në Kur'an, me fjalë është në të gjitha, si në Bibël apo edhe me fjalë edhe judaizmi e të gjitha e kanë trajtuar këtë si formën e fundit, pra kalimtare për të kaluar pastaj në Parajs. Dhe Zoti me fjalë besimtarët muslimanë në Kur'an e kanë përcaktuar si të mund të ajo dritarja e fundit, sopralucja që themi ne, në fund fare, qose kemi vënë për shembull siç janë këto flasim pjesë të fundit të ndërtimeve që kanë një tip si të një angull në lartë dhe është edhe një sopralucja atje. Ai ka hyrë për atje, pse? Pikërisht se ka hyrë për atje, bërë të shkak dhe të gjitha këto që ai i bën vetëm nga grykësia për të marrë pjesë sa më shumë ekonomike, vlera monetare, vlera në toka, në gjithë shka. Dhe në fund fare, ai do dalë të kjo supraluce, dhe jam i bindur që do hidhet që ande se mendon se poshtë është Parajsa, po Parajsa s'është në tokë, Arilla. Diku është, po ai fundin e tij e ka gati. E ka ndërtuar në të gjithë situatën e tij psikologjike, pse se Parajsa është dhe psikologjike. Kështu tek ai është gati tek ajo, e ka kaluar në katin e 8, po të vëshre ka dhënë një shpjegim edhe ky Fevziu, ku është ngjitur deri lart tek ky vend dhe unë jam i bindur që ai fundin e tij e ka përfunduar dhe i thotë Fevziu që unë do ikë kur dua unë. Dhe fundi i tij është që do hidhet që andej ai, pretendon se është Parajsa se ka marrë ka grabitur gjithçka në këtë qeverisje. Me këtë gjë vim në fund të pjesës së parë të emisionit e kalojmë në pjesën e dytë. Fakti është një temë e cila lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me interesat e qytetarëve në aspektin lokal, sepse kuptohet qeveria është pjesa më e rëndësishme në aspektin kombëtar qendror, por janë disa elementë të cilat na bëjnë që të jemi po aq të përkushtuar në atë që duhet të trajtojmë, të realizojmë në këtë moment. Ka pasur fakte edhe mjaft mesazhe nga qytetarë të ndryshëm sot, të cilët aty lidhet me mbledhjen e Këshillit Bashkiak, të mbetur në tentativë në thojza, e vlerësojnë në aspektin e saj se çfarë do të trajtojë dhe pse. Sepse gjithsesi informacioni është përcjell dhe Gjergji, cilat ishin projekt, vendimet që ju paraqiten, ju prezantuan në fillim të mbledhjes sot të Këshillit Bashkiak, por që nuk vjuan temë procedurë për shkak të mos plotësimit të kvorumit të nevojshëm për vendimarrje. Shiko, unë do ta filloja pak që në premten e kaluar, kur ne kemi pasur kolegjin e kryetarëve që jemi mbledhur për diskutuar pikat e rendit të ditës,
Dhe nga ana e bashkisë ne paraqitur mbi 20-22 pika të rendit të ditës në premten e kaluar. Unë kam folur me kryetarin që drejtohet në mbledhje në kryetarin detyrë zoti Rokaj, që i thash që flisni me bashkinë që të ndajmë 10 pika në këtë mbledhje dhe 10 pika të bëhen në një mbledhje jashtëradhe duke i përmbajtur edhe rregullores. Zoti Rokaj foli dhe pastaj i tha do ta bëjmë me shumë pika dhe gjëra dhe ne unë dhe zoti Lezi u ngritëm në kohë dhe forumi dhe u shty për të hënë në mbledhja e kolegjit kryetarëve. Ditën e hënë unë kam qenë i vetëm nga opozita, 4 tjerë të ishin të opozitës, ata donin t'i fusnin të gjitha pikat e rendit ditës, i thash është shkelje rregullore, tentuan që të hiqnin pika që ishin me të vërtet sensitive për qytetarët, donin të hiqnin për shembull projekt vendimi për nxënësit e ekselentës, donin të hiqnin 3 projekt vendime që ishin për djegje të shtëpive në Akërnin në Vlorë, donin të hiqnin një projekt vendim tjetër i cili ishte për një fond për një shtëpi sociale, donin të hiqnin një projekt vendim për kopshtin Qerdhin që është në Orikum rritje stafi, që ishin gjëra etike dhe të fusnin gjëra që të vërtet ata kishin interes e biznesi. Dhe në këtë kuadër i thashë, ok, i lëm të gjitha, se nuk më t'i lëm jashtë, ta bëjmë 21 pika, duke pas parasysh që 8-9 prej tyre janë ka 21 pika, jo 22 pika. 21 pika bashkë me 22 është pika të ndryshme, që janë diskutimet e tjera që bëjmë. Në mbledhjen e komisionit ditën e mërkur, ajo që ishte komisioni më i rëndësishëm që fillon rrjedha e komisioneve është komisioni juridik, i cili pas komisionit juridik automatikisht ndiqet pasi marrin ligjshmërinë le të themi projekt vendime, ndiqet nga komisioni financës dhe me radhë. Komisioni juridik nuk u zhvillua sepse nuk ishte kuorumi. Nuk ka jurista si Jo, ka, do ditën e mërkur nuk u plotësua kuorumi dhe ata hedhin fajin opozitës, po mos harrojmë se komisioni juridik janë 4 të opozitës dhe 3 të opozitës. Kështu që nuk u bë kuorumi dhe vazhdojmë mbledhjen në komisionin e financës. Ajo fikë që unë gjatë sot në mbledhjen e sot më thash të tërhiqet projekt vendimi pasi nuk është studiuar me hollësi atë themelimi dhe statuti i Vlora Invest në mënyrë një projekt vendime që është më delikati, që i tham nuk është studiuar në projekt vendimin, që aktualisht duke mos kaluar në komision bëhet i cënushëm, edhe prefektja mund mos shpreh ligjshmërinë sepse sado që ne ta lexojmë aty në mbledhje do hedhim sugjerime të ndryshme, por përsëri do akti themelimi dhe statuti do ngelet i njëjtë. Proceduralisht një projekt vendim që nuk kalon në komisionin juridik mund të bëhet pjesë e procedurës së bashkë? Shiko, absolutisht normalisht proceduralisht nuk mund të bëhet, por këta e kanë shkelur gjithmonë dhe i kanë prurë dhe i kanë kaluar. Gjithmonë të majtët, duke pas parasysh forcën e kartonit, duke thënë që ne kemi 33 vota, që e përmendi edhe sot zoti Moçka, që ne i kalojmë se kemi 33 vota, por në vërtet nuk ishin vota sa për bërë as 26 që është korumi ose nuk ra me vot edhe votimi i rendit të ditës. Do me thënë që të votoj rendit ditës dhe të merrte aprovimi për të vazhduar mbledhja duhet kishte 50 plus 1 të vota. Do të thotë nga 52, 51 duhet kishte 26 vota. Pra nuk ishte 25. Cilët ishin? Korumi, dhe kush mungon, cilët mungonin të themi diçka. Korumi është kur nga 51 veta në sallë janë 25 veta. Por në sallë ishin 33 veta, sepse ne të opozitës votuam kundër. Do të thotë që nuk mori votat për kaluar rendit ditës. Tani, pse nuk i mori këto vota? Nga 33 që ka Partia Socialiste, 34 bashkë me zotin Petromile, Simo Petromile, mungonin 9 këshilltarë. Tani, nga burimet që unë kam, disa prej këtyre këshilltarëve, 6-7 këshilltarë, nuk kanë ardhur, si i thonë Kastile, sepse kanë pasur merak për të kaluar këtë projekt vendim që është Vlora Invest. Bashkë me Vlora Investin, ditën e nesme në mbledhje do diskutohen dhe parkimet e qytetit, rrugët që do bëhen me pagesë, të cilat janë 20 rrugë edhe 3 sheshe. Qokat ndryshme. Do bëhen me pagesë, që ne përsëri dhe për këtë gjë u thamë që a keni bërë një plan financiar që ky biznes që po bëni këto rrugë me pagesë, a na sjellin, a është rentabël, apo bëjmë një zallamahit madhe dhe përsëri bashkia është me humbje, sepse unë kam informacion që Bashkia e Tiranës këtë gjë e ka me humbje. Pavarësisht që gjitha ajo Tirana. Do dalemi në secilin e këto dy projekt vendime, do dalemi respektivisht për secilin e tyre, ndërkohë që doja dhe një panoramë të projekt vendimeve tjera të cilat projekt vendimet më delikate janë, njëri është parkimet e qytetit, projekt vendimi i radhës është miratimi i plazheve, i cili do miratohen plazhet dhe çmimet.
qeveria në datën 28 janar ka nxjerrë një VKM numër 60 që i thot bashkisë, i jep tagrën bashkisë për të vendosur çmimet për metër katror për plazhet të cilat do t'i japi. Plazhet, mos t'i keq kuptojnë, plazhet përsëri do aplikohen tek menaxhimi i plazheve Bregdetit, si është fyra në Albania, por bashkia do bëj pjesën dokumentare dhe do presë. Pra detyra bashkisë është pjesa dokumentare. Ndërkohë që është folur edhe për korridoret ajo është një pikë turistike. Ajo është një pikë që ne ngritëm, ishin 2 pika faktikisht për pjesën e plazheve, që ne ngritëm në komisionet përkatëse, sepse në një parcel plazhi për shembull në Lungomare, 70% do jetë plazh privat dhe 30% do jetë plazh publik. Dhe çfarë bëjmë bashkia për të rënë shkurt, plazhi publik e lë në fillim, le të themi afër marinës, dhe e gjithë pjesa pasaj deri te tuneli nuk ka parë. Ajo që është më trendi do jetë privat. 30% ta përqendrojmë në 2 ose 3 pika. Domethënë një pjesë 15% ose 10% e marina dhe 20% e rapi. Po si e koncept teknik këtë VKM që ka bërë Këshilli i Ministrave? Që orienton këtë lloj politikash komunale. Po çfarë? Ato janë bashkia që i vendos Po vendimi i Këshillit të Ministrave them. Vendimi i Këshillit të Ministrave të thot bashkia në bazë të çmimeve të tregut vendos sipërfaqesën për metër katror të sipërfaqeve të plazheve. Po çfarë buxheti është ky? Buxheti kushtëzuar që vjen nga buxheti qytetarëve. Po atë s'pun ka qeveria do vendos vendim kashite në pushtetin vendor. Ti si bashkë. Po e bëj vetëm se është vetë vendosje. Po plazhet pushtet vendor. Plazhet faktikisht i çon i miraton bashkia. Shikon si janë plazhet dhe ne kemi kërkuar me ngul vitin e kaluar që të punojmë me harta të updatura për si vjet. Sepse çfarë ndodhi? Një vit më përpara punuan me harta të vjetra, ndërkohë deti, baticat, spaticat, rëra, erozione, çfarë ndodhi? Nëse ti e kishe plazhin 500 metër katror arilla në një sipërfaqe të drejtë, Arriva kur Kavajt e ka marrë, nuk e ka pas 500 metrë, sepse deti e ka marrë atë pjesë dhe zgjeruar anash. Dhe i Gjergji të lutem, pse do ndërhyj pushteti? Gjergji, pse do ndërhyj pushteti qendror te pushteti lokal? Të lutem, kaq. Në qoftë se ti më të lutem tani. Më thua një gjë që nuk ka ndërhyrë pushteti qendror. Atë dalim tek gjithë ajo te filozofia që trajtova unë, te kopshietën. Pra, me papafingrat i lartë ai pretendon se është ajo karigja e Zotit atje, do arrijë atij ai, sepse do të gjitha pushtet vendor, gjyqësor, ekzekutive, gjithçka. Edhe se do edhe që janë ndoja pastaj përfundimi që përfundimi i ky është. Pika tjetër që është më e rëndësishme janë 2 pika faktikisht. Një pikë është është kënaqësia materiale, ta konceptojmë këtë gjë. Ai e ka me kënaqësi materiale atë. Një VKM të rishpërndarjes buxhetit, nga që kemi një fond një 2,5 milion euro që është plus nga 2025 nga akumulimet e datave 1 dhjetor 31 dhe është bërë hedhur për investime që unë prisja në realitet që këto investime përsëri u shpërndan në gjëra pa sens, u shpërndan në makineri për ndërmarrjen e pastrimit, u shpërndan në supervizime, në gjëra pa nevojë. Është bërë ale ku jemi këtyre. Përsëri prap, dhe unë isha për këto projekt investimes, mendova se duke pasur parasysh zhurmën e madhe, bashkia këtë 2,5 milionë euro do ta planifikonte për bërjen e një terminali autobusësh. Në një gjë që me vërtet të lidhje. I mungon shumë. Apo pjesa tjetër, do bënte sallën e Këshillit Bashkiak, e cila ka vite që i mungon qytetit, ose do bënte për shembull le të themi një bibliotekë digjitale, ne s'kemi një bibliotekë qytetit të shturp. Ndërkohë javën e kaluar kisha në studio prokurorin e Bashkisë zonjën Bruna Mersi, me cilën diskutova pra për gjitha këto pikat, dhe me sjersha e përmendi dhe projektin që është duke u vlerësuar për të gjetur së pari vendin dur për ta implementuar në varësi dhe për ta konceptuar të terminalit të autobusave të transportit. Shiko, e para njëherë vendimi më i gabuar që ka marrë Këshilli Bashkiak, që ne kemi qenë kundër dhe kemi votuar kundër, ka qenë çuarja e terminalit autobusëve te burgu te rruga në dalje të autostradës. Ajo është burim aksidentesh. Ajo nuk është terminal. Ajo është një tmerr. Ajo është vend qendrim, por është parkim. Një zgjidhje e përkohshme por zgjidhjet e përkohshme në Shqipëri janë nga 1 në 2 në 3 vjet. Besoj se ka vendosur në një afat. Jo, nuk ka. Si transicioni që vajte 30 vjet. Të 50 Atëherë tjetër për vendim është
dhe një projekt vendim që është zyra e hipotekës të vjetrat, hipoteka e vjetër ku ka qenë ZRPP-ja, që ka qenë zyra trekaqe, është zyra vendore. Zyra vendore, jo shtëpi oficerave, flasim e vjetra. Është në pronësi të Ministrisë së Drejtësisë, ka ardhur një projekt vendim që kërkon bashkia të kërkon ta kalojë nga Ministria e Drejtësisë në pronë të bashkisë për ta përdorur për zyra. Kjo është një gjë normale që patjetër derisa është atje, inshallah këtë që do kaloj të zyra vendore nuk i kalon për menaxhim Vlora Investit dhe bëhet një kontratë zhvillimi për pallate shumë kaqe. Dhe erdhëm tek ajo që edhe në mënyrë spontane të dole pra Vlora Invest. E diskutova këtë gjë për citas me kërkesën e bashkisë jam me kaluar, por se si vlerësimi në një këndvështrim më të gjerë, që meriton më tepër vëmendje ky projekt, ashtu si kundër dhe dy të tjerë që më doja t'i bëja pjesë këtij diskutimi ka parasysh aty lidhet me koncesionin ose me vlerësimin e parkimeve, dhënien e parkimeve me pagesë, të hapësirave të parkimeve në qytet dhe njëkohësisht dhe një detaj që unë ta thash pak më sipër, gjë që ka të bëjë para me korridoret e shfrytëzimit të kalimit të mjeteve lëndruese të vogla turistike, të cilat ankorohen në breg për të përdorur për qëllime turistike. Ne kërkuam në komision. Sa korridore janë? Ato janë 3 korridore. Atëherë nuk janë mjaftueshme këto korridore? Nuk janë mjaftueshëm sepse një korridor është tek Bologna te hoteli që ndalojnë mjetet, një korridor është diku afër pikës parë dhe një korridor tjetër është në Orikum. Domethënë, nëse dikush vin me një skaf, me një vark, me një anije, do të ndalojë te Rapi, është i detyruar të vite Bologna. Ne kemi planifikuar që të ketë të paktën minimalisht 10 korridore, sepse edhe pjesë e varkave që hyn, korridoret janë të kufizuara kur vendoset, janë të kuadruara me tapa, nuk është korridor që futet. Atë ti përmendë pra përmendë kufizim. Po, në konceptin tim kur thua kufizim ka parasysh kufizim edhe të gjërave të ngjarjeve që lidhen me incidente, me aksidente, sepse jemi mësuar. Me pasoja, gjithmonë me pasojat e pozicionit. Jo, në shumë vite. Mos përmendur raste tragjike që kanë qenë viktima edhe minorë. Pa pasur korridore mund të ndodhin incidente. Kalon 10 metër larg bregut. Ne po flasim që ne duam të mos të jetë monopol pjesë e korridoreve. Sepse 3 korridore besoj se japin koncept tjetër monopol. Ne kemi pasur kërkesa pafund nga qytetarët në Këshill bashkiak që na vinin dhe këta i kufizonin deri në komisione, nuk i kalonin sepse donin që të linin monopol. Unë po të them një korridor, po të them diçka, një korridor që mund të jetë tu de Bologna që është një korridor, minimalisht në verë bën 200 milionë euro xhiro. Korridor, që vetëm parkohet varka ikën. Do të thotë, pse do ta bëj? Hapeni që të parkojnë kudo. Kemi 3 korridore. 3 korridore. Unë bëj një vlerësim si qytetar, përballë një fakti që unë mund të vijem përballë një risku ndaj plazhistëve, ndaj atyre që frekuentojnë qytetin, të cilët në kushtet të një rregulli i cili pakën e kemi përjetuar, kemi parë shpesh veçanërisht në 2 dekadat e fundit, të shoqëruar me ato impakte mjaft negative në gjithë qytetin ton, nga veriu në jug. Pra, ngjarje pafund të cilat së pari të bëjmë të mendosh dhe të bësh një lloj bilanci. Është më mirë që të krijosh një lloj rregulli, do thojza, të kontrolluar apo një sipas asaj që ti përmend, pra një largim heqje të monopolit edhe këtu prapë, edhe me thonjza sepse 3 korridore për mua janë mjaftueshëm në një gjë qytetar me një gjatësi të limituar, por që mund dhe të jetë të drejtën për të patur më tepër kontroll ndaj lëvizjes së këtyre mjeteve. Pakën në këndvështrimin tim. Shikon, ne këto pjesën e korridoreve ne diskutuam komision edhe me ekspert të zyrës së aseteve dhe të pjesës së urbanistikës që merren me pjesën e detit, edhe ata ishin të mendimit që keni drejtoritë të administrimit të pronës, besoj. Ishin Po varet nga Këshilli Bashkiak apo në administrator? Se pronat janë të Këshillit Bashkiak, po. Kuptoj që pronat janë. Prandaj dhe po kryen Vlora Jo, po. Në ky element ndoshta për faktin që vinë, po është duke ardhur vera dhe bëhet më Më fal Arida, se jemi dhe në muaj Ramazani dhe fjalë Zoti tha shpar kolegu. Pra tha, inshallah tha, unë them, Zoti, inshallah. Zoti ju apranoft lutje dhe
Pastaj të bëhemi me mashallah dhe eyvallah pastaj. Atëherë, Sofi, në këtë pikë, që ti ka përcjell shpejt këto projekt vendime, gjithmonë me peshën që duhet të ketë secili prej tyre. Si e mendon? Ose cili është vlerësimi yt në aspektin e asaj që unë përmendam sipër? Versioni që unë do të jepja është si horizontalisht dhe vertikalisht. Për më shumë se dy arsye. Për shkakun dhe motivin që i trajtova Gjegji, pse duke qenë se janë dy buxhete, buxheti i pavarur dhe i kushtëzuar. Jo, për këtë temë. Po për këtë temë. Po pikërisht për këtë temë. Vlora Invest dhe tek Vlora Pikërisht për këtë temë. Vendime shumë të rëndësishme. Nëse ne kemi me fjalë për bërë atë alokimin e fondeve që vinë nga buxheti i shtetit, atëherë po mund dalë një vendim Këshillit Ministrave orientues se si mund të trajtohen këto në funksion të politikave komunale. Po ne kur kemi në fjalë buxhetin e pavarur që del nga taksat vendore, atëherë normalisht që kemi vetë atë administrimin e kësaj pjese. Ndërkohë, nga pikpamja vertikale, si thash VKM-t, dhe nga pikpamja horizontale, që ne do të trajtojmë hapas hapi modalitetet e vetë administrimit të pushtetit vendor. Por si do bëhen këto politika? Pra do të jenë si afat zgjate, por me fjalë me një horizont shumë të thellë. Pse se Vlora le të bëjnë çfarë duan ata, Duranën, Tiranën, Elbasan, le të bëjnë çfarë duan. Nuk ja ishin dot vlerat të qytetit të Vlorës. Dhe Vlora do të jetë mbi 500.000 banor, unë e kam trajtuar shpeshherë, mos më dhe 1 milion mund të shkoj pikërisht për pozicionin që ka dhe vlerat që ka, dhe resurset që ka. Atëherë ti duhet të jesh larg pamës, duhet të bësh me fjalë projekte që të zgjatin në kohë. Të jenë me fjalë që kur Vlora është për presimit, mos e mendo Vlorën sotit. U trajtua që pa në bisedë të lirë bashkë, janë bërë disa studime jo në pikun, në gushta, ku diun, në qershor apo në shtator, mënyra se si në Vlorë me fjalë ka dyndje më të madhe të popullsisë dhe televizjes, patjetër. Por ama Vlora është 4 stinore. Dhe në 24 orë i ka 4 të stinë në një ditë në Llogora. Kështu që mund të ketë pikë edhe atje në aspektin e kësaj. Pra duhet trajtuar çdo gjë në ana me fjalë, jo vetëm formale, por intelektuale me larg pamësi, që neve të kemi rezultate, mos ngjeshim përsëri njëri tjetrin në këto probleme. Ilir, për pikën që fola, pra për korridorët e shpërthimit të bregut për mjetet lunduse turistike. Ato janë 3 korridore, ndërkohë që Gjergji thotë që janë nevojshme më shumë se kaq, më shumë se 3. Nga pikpamja që pa Gjergji, unë jam dakord, normalisht to janë objekte turistike, si do thuash pika për qef të turistëve, domethënë, të cilët do marrin mjetet e tyre detare dhe do parkojnë aty. Problemi qëndron që në Vlorë duhet parë dhe çik më gjerë, sepse u diskutua dhe nga kolegët që autonomia vendore po vanitet. Dhe normalisht çdo vendim që merr qeveria bëhet i aprovuar këtej, qoftë dhe duke shkelur ligjin. Në qeveria, sepse po diskutojmë një problem, një gjë shumë konkrete. Po pikërisht do të kalojmë pasaj tek pika tjetër. Pikërisht jemi tek korridorët e shpërthimit të korridorët e lundrimit. Kanalet e lundrimit, i quajnë në konceptin e teknologjisë profesionale turistike. Ato janë shumë të mira sepse qoftë dhe orientojnë trafikun, qoftë dhe sjellin atraksione me lojra që mund të vijnë, apo me mjete të ndryshme për facilitetet e pritjes së turistëve. E di cila është dhe arsyeja pak a shumë që po krijohet Vlora Invest, sepse diskutohet që Vlora SPK është në përgjithësi kufizuar. Jemi tek Vlora Invest. Është shoqëria me përgjithësi kufizuar. Më i rëndësishëm, më i diskutuar, jo më i diskutuar. Pse Me sa ortak do bëhet, më fal, nëse është një projekt i tillë. Shumë më fal, me sa ortakë. Me një ortak, vetëm Këshilli i Bashkisë. Ortaku i vetë Është kush është ortaku? Ortaku i vetë Jo Këshilli i Bashkisë. Ortaku i vetë tani e di çfarë ndodh me këtë. Të njëjtën procedurë e bëri në janar Himara Invest. Dhe kaloi si jo nuk kaloi. S'ka kaluar Nuk e kaloi sepse nuk ishte kaluar në komision. Sepse sot zoti Moçka, kryetari i grupit të të majtëve, tha, ne nuk mund të bëjmë një precedent që mos ta kalojmë ne të nxjerrim nga mbledhja pse nuk kalojnë komision. Dhe unë kam marrë fjalën dhe i kam thënë, të nderuar, dhe në Himar u tërhoq projekt vendimi sepse nuk kaloi komision dhe projekt vendimi i Himarës është në stak.
Himara Invest. Pak të pit stop juridik. Tani, ideja është këtu. Procedural. Ideja është këtu. Po të lexosh projekt vendimin Himara Invest dhe Vlora Invest është ugual. Vetëm Vlorë Himara. Kaq. Atëre pse në spak tani? Sepse më di që një projekt tillë është rekord. Se në një bashki tjetër që s'putohet tani po ta them unë, projekti i tillë mund të jetë në kohë në një bashki tjetër, por nuk është me një akt themelimi dhe me një statut si një shoqëri private. E dini sa e ka kapitali Vlora Invest? 100 lekë. 100 lekë. Të reja. Koncepti Jo, 100 lekë të reja, 1000 lekë të vjetra. Jo, më pak 100 lekë apo jo? 100 lekë. Në qoftë se ishte përputhje me konceptin teorik të kësaj gjë. Konfigurimi i themelimit dhe unë i kam thënë. Është regjistruar në Jo, absolutisht. Okej. Po, unë i kam thënë në mbledhje. Merreni, rregulloni themelimin dhe statutin, sepse asnjë tagër nuk ka këshilli bashkiak për të bërë ndërhyrje. E dini kush është kryetare e asamblesë së Vlora Invest? Kryetare e bashkisë. Si mundet kryetare e bashkisë të ketë dy pozicione? Konflikt interesi. Një privat. Ke ligjin e konfliktit të interesit. Pra, tjetër konflikti drejt për drejt. E dini cili është? S'mund të gëzosh dy pushtete. E dini pushteti zgjedh pushtetin tjetër ekzekutiv. Ka konflikt. Atëherë, e dini kush është objekti i veprimtarisë, e dini kush është objekti i veprimtarisë. Të na e thua sepse është ose një gjëra më interes. Unë po ju them se po vjen edhe mesazhe për këtë gjë. Patjetër. I mësojnë transparencës qytetarët. Po, atëherë unë po ju them, unë transparencë në çdo gjë, në çdo moment, në çdo akt të funksionimit të kësaj strukture. Ja, atëherë unë po ju lexoj objektin e veprimtarisë së Vlora Invest. Aktiviteti tregtar i shoqërisë fillohet me realizimin e fitimit këto. Në funksion të aktivitetit tregtar, thot shoqëria tregtare harton, zbaton, menaxhon projekte zhvillimi shumë sektoriale, fushën e turizmit, bujqësisë, zhvillimit rural, mjediseve të kulturës, projekte të Bashkimit Evropian. Në funksion të veprimtarisë, shoqëria me iniciativa të saj propozon institucioneve enteve publike. Shoqëria ndërton, bashkëpunon, zhvillon. Domethënë, ky është një objekt shumë të gjerë, një objekt veprimtarie që një aktivitet privat në mënyrë që ta ketë gamën sa më të gjerë i fut të gjitha brenda. Tani, çfarë thotë aspektin konkret? Aspektin konkret. Në qoftë se ne këtë shoqëri do ta përdorim vetëm për pjesën e plazheve, shënohet veprimtaria vetëm për pjesën e plazheve. Dhe në qoftë se ne për parkimet, siç është parkimi Vlora Parking, ka vetëm për parkimet. Dhe ti nesër, në qoftë se do të shtosh veprimtarin, vi në këshill bashkiak, thuaj, unë me këtë kompani kam për të bërë edhe këtë veprim tjetër. Por e di çfarë e doni ta lexoj kjo është në shkelje me ligjin dhe me kushtetutën, 100%. Shikoni çfarë thot projekt vendimi. Projekt vendimi thot, krijohet shoqëria, thot, pronari vetëm thot, dhe ortaku i vetëm i shoqërisë është Bashkia Vlorë, e përfaqësuar nga kryetari i bashkisë në cilësinë e asamblesë së ortakëve. Ortakët asambleja një person. Monokratike. Është monokratike. Asetet, dhe asambleja që është organ vendimmarrës, asetet që i jepen për përdorim, administrim dhe ose zhvillim shoqërisë nuk mund të tjetërsohen, nuk mund të transferohen dhe nuk mund të përdoren si peng aso si garanci në të gjitha pasi janë në pronësi të bashkë. Ky është koncepti i Vlora Invest apo i SHPK-s? I SHPK-s. Shikoj çfarë ndodh, po. Jo, i SHPK-s konkrete, po i SHPK-s si koncept teorik pra ekonomik. A e dini që në asambleja, më fal, është organ vendimmarrës. Pra ky statuti përveç saj, në tri ligjet e shoqërive tregtare, asambleja është organ vendimmarrës. Po ashtu ti ke dhe drejtues dhe ekzekutues, si kryetar bashkie që je, drejtuesi i këtij institucioni. Administratori. Atë ke dy pozicione. Dhe aq më tepër unë do bëj një fushë krahasuese me gjendjen edhe të gjendjes me fjalë si juridike, edhe kushtetuese, po edhe ligjvënëse apo me procedurën penale në lidhje me nenin 242 të kodit të kodit procedurës penale në lidhje me gjendjen dhe statusin e Ballukut. Çfarë ndodh aktualisht? Në një moment të caktuar kemi një moment me fjalë precedent që ndodh diçka me fjalë antikushtetuese, antiligjore se një situatë e tillë që mund të shkojë në spak situata e kësaj shoqërie. Çfarë ndodh tash? Do kërkoj ai pezullimin nga kjo detyrë të administratorit që është kryetari i bashkisë. Do vesh prapë në këtë linjë aty. Pra ti duhet parandalosh pakurimi kohë gjatë. Shiko se sa orë, emisione, media, publiku, politika, gjykata kushtetuese, gjykata e posaçme, prokuroria e posaçme, po merren me
çështjen Balluku. Çoan deri lëviz dhe vin momenti ne futemi përsëri në këtë terrexhe nëpërmjet këtyre formave të pushtetit gjendar. gjendar. Modeli i Maras ka shkuar në SPAK, sepse modeli ka shkuar në SPAK, arsyeja është sepse është një shoqëri private dhe nuk mund të krijohet një institucion paralel me bashkinë. Kjo është një institucion paralel që krijohet me Këshillin e Bashkisë. Me Këshillin e Bashkisë. Tani të Dhe nuk regjistrohet dot kjo shoqëri. Unë do të lexoj diçka për ortakët. Dhe nuk regjistrohet dot kjo shoqëri me të njëjtin terminologji. Të statutit. Ortakët thotë nuk mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç se për pjesën e pashkyrë kontributeve të tyre që duhet të dhënë për caktimin teorik për diçka tjetër. Edhe diçka tjetër. Ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të kapitalit. Atëherë juridikisht çdo dhe në përputhje me atë kjo do të thotë juridikisht. Mendoj që ky është momenti unë e karikoj të shoqëri me 1 2 3 5 asete dhe unë këto asete ja jap të tjerëve ti zhvillojnë. Për këtë bashkia ka detyrim të marrë 20-25%, 15% Vlora Invest mbrapa, sepse nëse jep Vlora Invest, pak a shumë si korporata e investimeve që ka krijuar qeveria, dhe nesër bashkia japi këto asete. Dhe nesër bashkia çfarë bën? Thotë, këto asetet kanë një vlerë 1,5 milion euro dhe bashkia nxjerr në shitje shoqërinë Vlora Invest me vlerën 1,5 milion euro, ku ndërkohë ato asete mund të blejnë 5, sepse ai jep në Kosovë shiten me 3. Për shembull, tokat e kaninës që u bë zallama i madhe. Kjo shoqëri mund t'i japi direkt me qira, sepse e ka në statut. Edhe me 1 euro. Edhe me 1 euro. Mund të ka në statut. Domethënë, statuti dhe themelimi ne këtë u kërkuar. Unë këtë i kam kërkuar drejtoreshës juridike në komision. I kam thënë, e nderuar, statuti dhe themelimi duhet ndryshuar dhe duhet parë me kujdes. Objektin e veprimtarisë vendoseni vetëm atë që bashkia të krijojë një SHPK, jemi okay, nuk është ndonjë problem, se siç krijon SHA, krijon të SHPK. Patjetër. Por të krijosh një entitet privat me të gjitha tagrat e bashkisë, sepse paralel me atë, me çfarë kapitali do ta bëj? Me 100 lekë do ta bëj, sepse ti mund të vish muajin tjetër, mund të vish thua, kjo Vlora Invest do 200 veta staf me këtë veprimtari që më ke bërë, do dhe 5 milion euro buxhet. Sepse kanë 100% të kuotave, Arida, dhe unë kam të qartë. ngrihet subjekti në një moment ekstaze politike dhe fillon se aty e pa si problem. Ne jemi të aprocemin publikut pra. Risku shumë i madh. Papërgjegjësia bëhet sot. Është bërë 3 për të interpretohet sikur ne aktualisht këshilltarët e djathtë neve nuk duam që zhvillohet qyteti. Absolutisht jo. Ne po u themi, rregullojeni, sistemojeni, bëheni që të qartë juridikisht, që mos kemi probleme nesër. Dhe sot ju kemi thënë, ore zotërinj, rregullojeni ta votojmë dhe ne. Kështu si është, po është i komisioni juridik ka kaluar. Si mund të kaloj pastaj? Ç'është është? Po, është akt kryesore shumë. Patjetër. Sepse po suan firmën këto akte normalisht duhet dhe po të shikosh, nga jurist. Po të shikosh, të gjitha themelimi dhe statuti, pikat dhe nenet e tij bien në kundërshtim me nenin 139 të 2015 të veçqeverisjes vendore. Bien në kundërshtim me çdo gjë. Aq më shumë skandali më i madh është ligji i konfliktit të interesit. Patjetër. Që ajo bie direkt kryetari i bashkisë, nuk mund të jetë dhe ortak i vetëm, sa aty thotë, ortaku i vetëm i shoqërisë është kryetari i bashkisë dhe bashkia Vlorë. Do me thënë, kryetari i bashkisë është pronare një entiteti privat, pavarësisht që është dhe duke kaluar asetet te kjo shoqëri, zhvishet Këshilli Bashkiak, sepse asetet e bashkisë Vlorë janë pronë e Këshillit. Edhe në procese gjyqësore ti e Këshilli Bashkisë, jo bashkia. Vlora Invest zhvishet a garantohet transparenca? Jo, nuk ka garantohet. Në një moment do lë një proces gjyqësor, normal. Atëherë çfarë ndodh? Vetë gjykata nuk të legitimon tyja në këtë proces gjyqësor si kryetar bashkie, po Këshilli Bashkiak për çdo lloj prone dhe interesi të lishëm mbi pronën me fjalë në Bashkinë e Vlorës është Këshilli Bashkiak Vlorë dhe në çdo me fjalë qytet tjetër. Atëherë është bërë kauz kjo deri në gjykatë lart. Dhe kemi trajtuar prej kohësh. Dhe faktikisht është pranuar me vendim gjykatës lart që nuk je ti që të legjitimosh na si paditur, ndash paditës e tjerë. Pra, kur janë problematikat e pronës së bashkisë që është Këshilli Bashkiak ai që është pronar dhe duhet të administrojë. Vlerësimi në këtë rast. Në lidhje me krijimin e kësaj shoqërie, normalisht që nga dhe precedenti i shoqërisë Mara Invest dhe që çuditërisht po jo e habitshme, domethënë ka vajtur më pak. Mendoj se
antarët e Këshillit Bashkiak, normalisht ata të djathtë ose të opozitës, kuptohet, duhet të bëjnë të njëjtën gjë, pasi është shumë skandaloze e alarmante kjo situatë. Me një akt vetëm me një vendim Këshilli Bashkiak, ti kalon gjithë pronat e zhvesh bashkinë, bashkinë si institucion, jo si drejtues, bashkinë si institucion, ti e vesh nga pronësia de facto, e zhvesh nga pronësia de facto, dhe de jure këto janë ngarkon vetëm një personi të vetëm, që është kryetari i bashkisë. Dhe kjo është skandaloze. Ne po e ndjekim me kujdes të pjesë, dhe në momentin që si do vej nesër, në qoftë se ata nuk reflektojnë që ta tërheqin dhe ta sistemojnë dhe ta bien në mbledhjen e radhës, neve hapi parë pasi po e zëm kalohet projekt vendimi nga këshilltarët e majt, ne do t'i bëjmë letër automatikisht prefekturës të mos ta shprehë ligjshmërinë e këtij projekti. Mund të shpreh pozitivisht. Nuk besoj që do të shpreh pozitivisht. Pastaj sa do kalojnë në gjykatën administrative Ka pasur të njëjtin rast, ka pasur do ketë përgjegjësi dhe penale, sepse prefektura shpreh dhe primarën dhe patjetër, se është prefekti i qarkut, është prefekti i qarkut. Në momentin që nëse prefektura shprehet, ne do marrim dhe projekt vendimin e kaluar dhe letër e Më falë, jo prefektura, prefekti, se është monokratik, prefekti i qarkut. Dhe ligji ashtu e ka prefekti i qarkut. Neve do shkojmë në hapat më të lartë, do shkojmë edhe në institucionet e tjera, flasim edhe në SPAK për ta denoncuar si rast abuziv, sepse me të vërtet është një rast abuziv, në abuzim me ligjin dhe me kushtetutën. Një pyetje që mendoj se është me këtë rast. Nisur dhe nga ajo që unë diskutova me kryetaren e Bashkisë Vlorës javën e kaluar. Me asetet që jemi duke folur, ka përfunduar vlerësimi i aseteve të Bashkisë Vlorës, pra kemi një listë të plot të aseteve zyrtare. Ne kemi kaluar, u filloi të bëjë në kohën e zotit Dredha, u bë një listë në asetet e para që pse u kaluan në Këshill Bashkiak dhe u morën nga shtet, kanë qenë shkollat dhe kopshtet, një pjesë e shkollave dhe kopshtet filluan nga këto. Si objekte, si objekte, si tokë, si terreni kaluan bashkisë. Dhe ishte duke u bërë ky proces dhe ishte duke ecur mirë, sepse po punojnë me ritme të mira, pastaj ndodhi ajo në verë që u shkarkuan, u bë zallamahia drejtoria dhe ngeli pezull. Por Bashkia e Vlorës ka asete të veta dhe pak a shumë edhe në qoftë se nuk i ka si asete, le të themi, bashki, prap janë shtet dhe janë brenda Bashkisë së Vlorës, që pak a shumë Ja çatri, keni bërë një auditim të brendshëm në lidhje me kontabilizimin e mjeteve themelore, të pronave të Këshillit Bashkiak. Një inventar, ne kemi kërkuar që në fillimet tona në Këshillin Bashkiak. Po kjo është me vlerë ekonomike, për shembull, ky subjekt nuk është me vlerë ekonomike sepse janë thjesht si asete si. Ky aset sa vlerë ka në treg? Po dhe në zonat kadastrale, referenca zona kadastrale dhe pjesët. E kemi bërë këtë? Jo, nuk e kemi bërë. Po nuk e kemi bërë. Atëherë unë e shtoj ndryshe. Jo se e bëjmë ne, nuk e kemi asete. Po kërkojeni një. Ne kërkojmë shumë gjëra, po nuk na përgjigjen, po për të kërkuar ne kërkojmë çdo gjë. Atëherë unë e shtoj ndryshe dhe them këtë gjë. Ndoshta është më mirë që të pritet përfundoj procesi i vlerësimit, i inventarizimit të aseteve të bashkisë dhe pastaj hy në rrugën e normale të nevojë se inventarizimi i aseteve të bashkisë dihet dhe është. Dhe ato ja u thash, edhe ato që nuk janë asete Bashkia Vlorë janë shtet, do të thotë prap janë bashkisë. Dhe bashkia me një projekt vendim e merr nga shteti e bën Bashkia Vlorë. Atëherë ti si opozicion si një sugjerim për të garantuar transparencën në vlerësimin, menaxhimin e aseteve, menaxhimin e aseteve, ne kemi një tot dhe ajo menaxhohet duke ardhur në momentet veçanta në Këshill Bashkiak për qëllimin që do përdoret ky aset. Po pra, mënyrën e fitimit të pronësisë, origjinën e pronësisë, certifikatin e pronësisë, ai keni ju atje. Neve na vjen gjendja juridike. Neve në momentin që na vjen një aset, na vjen gjendja juridike. Në çdo komision ne i kemi kërkuar që të merret edhe një kërkesë, të bëhet një kërkesë edhe zyrës së kthimit edhe ZRPP-s për ndonjë gjë. I kemi kërkuar që të bëhet edhe në gjykatë të lartë ose të apelit, mos ka ndonjë çështje. Gjithë notifikimin e kësaj. Kësaj rruge, gjithë notifikimin. Po, sepse ti mund ta kesh gjendjen juridike shtet. Po se ke tuar në gjykatë të lartë dhe në apel, ndërkohë në gjykatë të lartë, le të themi. Ose e posëdon dikush tjetër, Kemi tokat e kaninës. E dini ju që për ato ngastra
strategjik. 850 hektarë 850 hektarë që ishte i ndarë të gjithë dhe pothuajse shumicën e kishin marrë. Edhe atje kishte shkruar shteti. Ishte shtet. Po shteti. Po shteti është informal në koncept, është përbëhet nga entet publike, po kush ent publike ka bashkia, kush e ka? Po tha shteti apo? Me banorët e zotit, apo jo? Është zgjidhur si ky konflikt në anën juridike? Nuk e di. Pse se hipotetik është shteti në koncept. Po është entet publike që e bëjnë shteti. Nuk e di, po unë besoj. Ka dalë edhe vendimin e Shqipërisë se si regjistrohen pasuritë e këtyre subjekte personave juridik. Ku i ke? Unë besoj që qëllimi i Vlora Investit pak a shumë është njësoj siç është korporata e investimeve që përdor shteti, që i çojnë asetin të korporata e investimeve, ashtu si ne quam asetet e stadiumit Flamotari, dhe ata që e tenderojnë e bëjnë sa përqind i varë mundësitë e qafë ujkut. Po, përfitojnë vetë. Përqindjen e përfitojnë vetë, dhe kur vin puna, Bashkia Vlorë që ja kaloi vetëm për ta zhvilluar, nuk e di ma do t'i marrë, do përfitojë çfarë do përfitojë. Ujku Këshilli i Ministrave çka ka bashkia. Atëre, mundësitë e bardha edhe mundësitë e zeza. Në këtë akuzë që është nuk garantohet në këtë mënyrë, në këtë formulim që është bërë për ti neve ajo të gjithë këshilltarët e opozitës, ajo që ju kemi kërkuar gjatë gjithë javës ka qenë bëheni akthemelimin, statutit dhe projektvendimin transparent, që neve ta votojmë. Nuk jemi kundër zhvillimit, nuk jemi kundër të një marrje të një prone që është e djerë dhe të themi, dhe të bëhet një investim strategjik. Duan produkt sa më të mirë. Por, duan të jemi të qartë, të jemi të ndërqeshëm, që edhe ne që ta votojmë, të jemi juridikisht të mbrojtur për veprimet tona. Ata e ngrëndorën sepse nuk e mendojnë shumë. Fuqinë e aktorit, por ka një gjë që ata mund ta ngrënë dorën se nuk e mendojnë shumë. Por në 1, në 2, në 3, në 5 veprime, njëherë do ngecësh. Si është interesi publikut në këtë mes? Nga kjo mungesë transparencë. Si do përkthehet? Duke ndërhyrë tek ky term që ti përmende, i lirë pra interesi publikut. Unë e shoh edhe në projektvendimin tjetër që është shumë i rëndësishëm, pra në menaxhimin e hapësirave të parkimeve, hapësirave publike me pagesë pra për drejtuesit, për përdoruesit e automjeteve. Tash, edhe më sipër që ka marrë mesazhe, ka marrë komunikime nga qytetarë të ndryshëm, të cilët shtrojnë shqetësimin e mundësisë implementimit të këtij projekti në kushtet që ne jemi. Kemi një pjesë të madhe të territorit të hapësirës brenda qytetit të dëmtuar në infrastrukturë rrugore për shkak të punimeve që janë duke u bërë për rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm. Pra, një hapësirë që praktikisht nuk është e shfrytëzueshme në masën 100%, ndoshta u shpreha unë ekstremisht, por ndoshta edhe 20-30% nuk është i shfrytëzueshëm. Atëherë, sepse jo do të them edhe diçka për Vlora Parking, sepse më po aty jemi. Ta bëjmë prezantimin e asaj situate dhe pastaj hymë e diskutojmë më në detaj. Pra, unë shpreh problemin kështu. Gjithmonë në funksion të interesave të qytetarëve, sigurisht edhe të bashkisë. Në kushtet që se kemi mundësinë për ta shfrytëzuar 100% të hapësirë. Ndoshta duhet të presim në një moment të dytë, e shtrojmë pyetjen duke u nisur nga ata që mëtojnë qytetarë, nga ajo që mëtojnë qytetarë, deri në momentin që të përmirësohet, të normalizohet hapësira në planin e infrastrukturës, që ai parashikim që është bërë, ai vlerësim që është bërë këtij projekti të shkojë 100% ose 80% në favor të suksesit të këtij projekti. Pra, të presim në kohë, të përmirësojmë këtë element dhe pastaj hyjmë. Pse? E para njerë banorët e zonave të mbrojtësve, në kushtet që s'ka mundësi të çojnë automjetin ta parkojnë pranë shtëpisë tyre për shkak të pengesave që ne thamë, nga punimet dhe infrastruktura e dëmtuar që është. Po ashtu kemi turistët e huaj, të cilët duke mos pagur transport publik akses ose transport normal publik, detyrohen të marrin një mjet me qira. Pra, 2 fishohet, 3 fishohet, 4 fishohet numri automjeteve veçanërisht në sezonin veror që vinë në qytet. Në kushtet që nuk kemi hapësira për t'i menaxhuar për turistët, sepse ku do vënë? Atëherë shtohet kostoja e turistit. Është një sinjal negativ që turisti në këtë rast thotë, "Boll, stop", sepse unë s'kam mundësi atë që kam minimale ta shfrytëzoj. Mbritet kostoja dhe ditë që janë shumë të ndjeshëm ndaj anës financiare. Ky ishte prezantimi im, do të nisur nga komunikimi me qytetarët sepse jam i detyruar ta bëj këtë. Atë për juve dhe për qytetarët, po them një përgjigje.
Për sa i përket Vlora Parking, ajo që ne diskutuam është që të bësh parkimet me pagesë, në fillim duhet të sistemosh lagjet e brendshme, qarqi atyre parkimeve në bulevard. Pse duhet të sistemosh? Ti pastrosh, ti vizosh, që të gjithë ata banorët i lënë brenda pallatit. A e dini që nuk ishte asnjë analizë që në rrugën Bulevardin Vlorë Skel po e marrin se është më i rrallë. Nuk ishte Ismail Qemali. Nuk ishte asnjë analizë ose nuk ishte asnjë plan që bankat, farmacit, institucionet që ja funksionojnë aty, të kishin një parkim të tyre me qira. Kush do vende në bank, do paguante 50 lek, 100 lek, 200 lek orën, atje nuk ishte parkim privat që ata mund ta prenotonin. Kjo ishte pjesa që ishte e rëndësishme. Që pjesa tjetër që është shumë problematike, duhen identifikuar rezidentët. Kjo është rezidentët, sepse unë do ta parkoj si rezident atje, në Tiranë funksionon që të japin një punë, e vën në xham, polici kur vjen e skanon, të del që je rezident aty. Duhet të kudo të pagon gjobën. Nëse unë vetë, në një lagje tjetër, unë do ta paguaj 50 lek orë, 100 lek orë, sepse nga 0 në 1 orë është 50 lek. Nga 1 në 3 orë është 100 lek. Nga 3 në 5 orë është 200 lek. Pastaj nga 5 në 7 orë është 300 lek deri në 400 lek. Pra, dhe e bukra dhe e dikush është tjetra. Me sa vesh 24 orë bie diku te 500 lek. 500 lek 24 orë, po një sekond. 500 lek që i bie 24 orë, po ti thua që parkimi do funksionoj 8 me 8, është 12 orë. Ti s'mund të chargjosh tjetrin për 12 orë të tjera. Deri në 18. 8 deri në 18 është në periudhën e beharit. Dhe 8 ka ora caktuar. Edhe në vende të caktuar. Është fleksibël, është fleksibël. Po pra, përsëri nuk është 24 orë. Kështu që një njeri nuk mund ta paguajë 500 lekë për një gjë që ti ma ke vënë kushtin vullnetor. Kështu që ka shumë mismatch, le të themi, gjëra që nuk raportojnë. Pjesa tjetër që është unë e shpreh edhe më përpara, nuk mund marrim një raport të korrikut të gushtit të 2025-s me një ta trajtojmë në shkurt. Ti pas 3 muajve duhet kishe bërë një tjetër raport monitorimi, sepse ne nuk mund marrim në pikun 70-80%, 82%, 67% dhe tu është i mesatarja i gjithë. Jo, mesatarja ponderuar me... është më tepër. Do marrësh një në gusht, do marrësh një në nëntor, po ke mundësi dhe një në janar, ose një në maj kur e ke marrë, dhe bëhet një mesatare për atë rrugë sa është mesatare që nxirret akad. Jo mesatare aritmetike, po e ponderuar për të se. Ka interes ekonomik që të bëhet ky veprim, sepse unë e di që edhe në Tiranë nuk ka interes ekonomik dhe më shumë ata përfitojnë nga gjobat, nga njerëzit që e lënë e bëjnë që vën gjoba policia bashkiake, se sa me të vërtet ata i marrin lekët për atë pjesë ose orare. Kështu që ne jemi pozitiv për ta bërë këtë gjë, sepse ka nevojë bashkia për të ardhur dhe është normale. Diku duhet 2 milion euro të paguajë për një prezantim të shifrës së kryetaria është mësuar me shifra të larta, unë jam pak i kryetaria. Gjithsesi në llogaritje u bazua dhe ajo në atë që bëri. Janë mos gaboj 192 vende të parashikuara dhe unë po ju them diçka, po ju them juve dhe po e them për herë parë, unë kam bërë plan që me që ata të bashkisë duan të kalojnë Vlora Parkun, ata kanë vënë 3 sheshe. Unë do propozoj që të vihet dhe sheshi ku ato parkojnë makinat pas bashkisë. Edhe ai shesh bëhet me pagesë, që ata kur vjen në punë mëngjes, 20 segmente rrugore dhe 4 sheshe parkimi. Edhe do kërkoj dhe rritje rroke pastaj ata. Do kërkoj dhe rritje. Po edhe vetë ato 50 lekë, 100 lekë të shesh. Ta ndjej dhe pastaj të hidhen në fytyrë. Rritje rroke gjë. Çfarë kishe për këtë? Sepse ndryhet sa herë. Ideja e normalizimit të parkimit në qytet është gjë shumë e mirë sepse kuptohet dhe infrastruktura, po e them dhe me një shembull personal, domethënë, në momentin që para disa vitesh vajta për të mbushur karburant te një karburant tu në Çole, edhe e kisha si zakon domethënë që e mbushja gjithë. Dalë 24 maj. Po, gjithë domethënë mbushja komplet serbatorin për gjithë muaj sa mund të shtyja, domethënë. E jap 5000 lekë të re ose 50000 lekë të vjetra. Edhe ai karburanti po e shkonte me dyshim, thashun. Çfarë po bën o burri, thashun. Mos të duken gjë fallse. Jo, më tha mua, po shkoj makinën edhe lekët që ti jep për karburant. Po pse i thash? Po jo, këtu ka persona me benca të fundit tha që janë 2000 lekë të vjetra. Si 2000 lekë? Ato të vjetra po tha se në momentin që duan të pinë kafe, duan të kenë makinën përballë, që ta shikojnë. Tani unë do të them edhe diçka tjetër që unë ngrita te Komisioni i Shërbimeve për rrugët, diskutohet. Edhe nga që po i lexonim rrugët dhe nuk i kuptonim. Edhe emrat e rrugëve. Edhe pyetur Hektor Shyti, Pavlo Floko, Mëno Gjoleka, Aleksandër Mojsiu, Wilson,
Veledin Kollozi e dim se e kemi hapur, Hafiz Gjyeri, Sulejman Delvina, Gjergj Aranitin, po Hasan Kusha, Feyzo Gjome, mirë, okej, po jo ca rrugë që nuk i di, më rithë mu, hajde të vini ditë i bëj me numra. Ti bëj me numra sepse Fanoli lagja një, rruga një. Kanë quar mbi spital. Po. Edhe ky Feyzo Floko, Pavlo Floko, ku dëgjon kush është, e kanë mes Florës. Nuk e di. Doktor Floko, doktor Floko. Tash për emra të tjerë që ose Murator Basi Lungomar, kupton tani se. Atëre e fundit, do të zhvillohet nesër mbledhja e Këshillit Bashkiak Gjergjin? Mbledhja nesër do zhvillohet. Do aftoni edhe ne nesër të vimë aty. Patjetër mbledhja është e hapur për qytetarët. Jeni të mirë pritur. Në orën 9 po ne mos na quajmë fshatar ata. Tabela do të ajo pastaj varet po mbledhja do zhvillohet. Ne do bëjmë opozitën tonë dhe oponencën tonë për ato çka thash sot, edhe për ato tjera që do dalin nesër dhe unë ju garantoj që ne do bëjmë maksimumin që qytetarëve të japim projekt vendime të drejta sipas të gjitha kushteve ligjore dhe ekonomike. E keni mundësi reale për t'ua ne kemi një problem shumë të madh ne të gjithë këshilltarët e opozitës se kemi qenë nxënës të mirë në shkolla dhe studiojmë. Ata vinë të palexuar dhe të pamësuar, prandaj gjenden në ato pikë sa nuk bëjnë numrat, nuk numërojnë. Pse për të ndarje? Nuk do thotë që ju të opozitës me ata të sepse po ndodh, nuk lexojnë ato çka vinë në mbledhjen e radhës. Ata mund të jenë dhe me doktoratura, po u ka humbur dëshira ka që kanë 13 vjet pushtet. Kanë kartonin, e kupton? Kështu që ne jemi më të karton dhe kaq. Kanë SMS të hetur për të dhënë qytetarëve mirë se duam vinë. Ai është votimi. SMS është votimi. Atëherë po vim drejt fundit. Kishte gjë tjetër për sqaruar Sovi? Jo, normalisht u trajtua me fjalë dhe tema me fjalë çështja Balluku. Po që ne nuk e kapëm si moment. Pak u doja të ndroj, por se qartë, ato që thashun shqiptarë me Ballukun e risa duhet. Shqiptarë e di si është puna. Shqiptarët e kanë humbur kohën e tyre më efektive në radhat e Vajgurit, të Qumshit, të Djathit, të tjera me radhë dhe në radhat e ndërimit të qeverive. Pra, prandaj thash shqiptarë janë me mira orë që njerëzit axojnë për këtë informalitet dhe një diçka që për mendimin tim është gjuna, nuk ja vlen, për ato 50 milion euro sa ka marrë ajo, se gjuna është këta, shkëti ku lëvjet jetë. Janë sësi politike, nuk kemi një vendim të drejtësisë me një bled tak në tjetër. Mund të jenë 100 milion, ndoshta. Mund të jenë 100 milion. Ta kam por të pyetje edhe më herë kur ka qenë momente të ndryshme jo thjesht kohore, por edhe në aspektin juridik procedurial. Ço ndodhim te me zonjën Balluku? Besoj me zonjën Balluku përgjigjen edhe vetë kryeministri se që derisa e shkarkoj nga ministre tani s'ka më pengesë përveç se mandatit të deputetit për ta pezullimi nuk ekziston më për atë. Po, detyrimisht. Që thotë juridikisht pra mund spaku të arrijnë atë që synon prej 3 muajsh për të realizuar për të vendosur mas arrestin ndaj Ballukut. Po prapë është afati kohë 3 mujor që janë afate prekluzive procedurale, do ripërsëritet kërkesa e spakut. Gjithë ato çështje që ka hapur në emër Ballukut do kur më the çdo ndodhi me Ballukun kur i drejtore zotit Zoto mua më kujtua para një 3-4 muajsh u bë virale një këngë në TikTok që ishte ai tërbuar që thoshte mora rrugën për në Shkodër me një zis të prishuro rrugës ta thotë Atëre ju fjalë do ndodhi me pak fjalë. Gjergji Liga, Ilir Zodo, Mamgjim Skëndera ishin sot në panelin e këtij Fusion, pra sot në këtë të premte, në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Nderuar miq, natë mirë, shihemi javën tjetër.